të përfitojmë nga muaji i Ramazanit. Muaji i begat i Ramazanit është i shkurtër, prandaj nuk duhet neglizhuar. Momentet e tij duhet të shfrytëzohen sa më shumë. Muaji i begat i Ramazanit në mesin e muajve është si Jusufi, paqja qoftë mbi të, në mesin e vëllezërve të tij. Kështu që muaji i Ramazanit të mos vritet, të mos hidhet në pus dhe të mos shitet me një çmim të pavlerë. Ky muaj duhet nderuar dhe duhet respektuar me qëllim që të na sjellë dobi nesër në ditën e llogaridhënies. Nëse e nderojmë dhe e respektojmë muajin e Ramazanit, ai do të jetë ndërmjetësi ynë në jetën tjetër. Qofshim prej atyre që i zbatojnë të drejtat ndaj muajit të Ramazanit. Allahu na e pranoft agjërimin dhe veprat në këtë muaj të begat.